Përshëndetje, selam aleikum. Në këtë video do të flasim rreth Ramazanit ose më saktësisht rreth agjërimit. Nga disa paragjykime që vijnë nga të krishterët, por ndoshta edhe nga njerëzit e tjerë në përgjithësi që nuk ja kanë haberin pra Islamit, po ashtu dhe agjërimi që është pjesë e Islamit. Pra vijnë paragjykime të tilla si muslimanët pra arrin gjithë ditën pa bukë, pastaj han vetëm bukë, e bëjnë për syt fajsi, por me i pa njerëzit, pra nuk i ftojnë mysafirët apo të afërmit dhe shkojnë për restorante apo për hotele, dhe kjo është vetëm pjesa e trupit, pra që nuk ka të bëjë me shpirtin apo me zemrën apo me dashurinë me radhë. Si fillim do të kuptojmë që agjërimi është shtylla e Islamit, dhe nga momenti që është shtyllë që e ka bërë Zoti detyrë, atëherë kryhet gjithçka. Pra je personi atill, besimtar ose besimtare, i cili duhet ta praktikosh. Pastaj do bijë të tjera nxjerrën përgjithësi. Le të shikojmë në radhë parë që agjërimi ka zbritur pra si urdhër nga i Madhi Zot në surën El-Bekara ajetin 183, dhe do të shikojmë se kjo buron pra pastaj nga pala e kundërt e cila kanë zilin pra ndaj kësaj feje ose ndaj këtij agjërimi, në fakt që është agjërim dhe i shpirtit dhe i komplet qenies, pra i shikimit, i dëgjimit, i stomakut, i gjuhës, pra që mos i lëndosh njerëzit, dhe normal nga armiqësia e fshehtë apo e kamufluar që kanë. Surën El-Bekare, Bismillahirrahmanirrahim, thot Allahu i Madhërisëm: O ju që keni besuar, agjërimi është bërë detyrë për ju, sikur se ka qenë dhe për ata që ishin para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Pra, në radhë parë dim që është shtylla e katërt e Islamit, pra mbas fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pra është namazi, është zakati, agjërimi dhe kryerja e haxhit, pra shkuarja në Mekë. Por çfarë thot Zoti i botrave? Se agjërimi thot është bërë detyrë dhe obligim për ju, sikur se ka qenë bërë dhe për ata që ishin para jush. Pra këtu kuptojmë që të gjithë të dërguarve Zoti ju ka bërë detyrë agjërimin, po ashtu dhe popujve të tyre, dhe cili është qëllimi? Për me arrit devotshmërinë. Pra këtu shikojmë dhe një pjesë paragjykimit që na krahasojnë që kanë edhe hinduistët agjërim, por kanë edhe budistët, por edhe hebrejtë, këte janë dhe ja edhe muslimanët, dhe shikojmë një degëzim i ri, pra jo përkundrazi, ne themi që përderisa hasim dhe tek popujt e tjerë, ndoshta edhe shumë më të hershëm, por kanë agjërim, pra në vetveten e tyre kanë një agjërim, ndoshta jo me bazë të shëndosha, por me përmbajtje idhujtarie, politeizmi, paganizmi. Ne themi që hapat e të dërguarve, gjurmët e tyre, dhe të besimtarve që i kanë trashëguar deri në një farë pike, pra, që kanë arritur ta mbajnë besimin dhe monoteizmin, kanë ngelur. Dhe kanë ngelur dhe agjërimi. Pastaj, se çfarë kanë trashëguar në vazhdimsi njerëzit dhe e kanë përzi me paganizëm, me politeizëm, është çështje tjetër. Ajo që na e bën zemrën e mal dhe besimin na e forcon, është sepse Zoti u ka dërguar pra profet popujve, po ashtu agjërimi pra pas ka qenë një ndër shtyllat që e kanë patur edhe ata, po ashtu përfshin edhe të krishterët që kanë agjërimin e tyre, por në një formë tjetër. Tani, këtu shikojmë tek pjesa e syfaqësisë, a e bëjmë a nuk e bëjmë për syfaqësi, mjafton vetëm një ajet kuranor. Dhe pastaj do të shikojmë të ajetet e tjera, por Zoti i botrave i thot profetit alayhis salam në surën Ad-Duha ajeti 11, por të mirat që të ka dhënë Zoti yt tregoj. Pra të mirat që Allahu t'i ka dhënë, i thot profeti alayhis salam, ti tregoj. Pra kjo nuk do të thotë syfaqësi, por profeti është ai i cili e ka shpjeguar Kur'anin dhe po ashtu i ka treguar pra mirësitë e të Madhit Zot. Dhe një ndër to pra është agjërimi, siç na ka treguar edhe zakatin, se sa duhet dhënë 2.5%, po ashtu namazin, formën, rregullat e tij. Po ashtu Allahu i Madhërisëm na urdhëron që ta ndjekim profetin alayhis salam si shembullin më të mirë. Në surën Ahzab ajeti 21, thot Allahu i Madhërisëm: vërtet i dërguari i Allahut është shembulli më i mirë për ata që shpresojnë tek Allahu dhe tek dita e fundit, dhe e përmendin shumë shpesh Allahun. Po ashtu Allahu i Madhërisëm na tregon në surën Nahl ajeti 18, pra që të jemi mirënjohës ndaj tij. Dhe thot Zoti i botrave: dhe nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut, nuk do të mund t'i llogarisnit pra ato. Allahu është falës i madh, edhe mëshirëplot. Pra shikojmë që agjërimi të gjitha këto rregulla dhe praktika pra i kanë vetvete, ka falenderimin, agjërimi ka namazin, agjërimi përmban dhënien e zakatit, shkuarjen në haxh,
Pra heshtja nga fjalët e këqija, ulja e shikimit, kujdesi dhe nga dëgjimi, pra mos me u marrë çfarë tha ky, çfarë tha ai. Dhe këto përmbledhen tek një besimtar i cili ka këto kushte, këto rregulla dhe arrin devotshmërinë tek Zoti. Po çfarë kuptimi do të kishte vetëm nëse do të ishin pjesë e trupit këto, dhe nuk do të ishin pjesë e shpirtit, sepse besimtari musliman beson që dhe me shpirt dhe me trup përveç se i përjeton, por kur të rinjallë Allahu dhe të hyjë në xhenet, atëherë atje do të jetoj dhe do të përjetoj përsëri të njëjtat mirësi, madje në cilësi dhe kualitet më të lartë dhe të cilat do të jenë të pashtershme ndonjëherë. Pra ushqimi dhe pija që do të jenë atje janë më të mira se në këtë botë. Nuk do të jenë të prishura, nuk do të jenë të ndotura, nuk do të kalben. Pra vazhdimisht ka gjithçka. Dhe normal, besimi jon pra, si musliman suni, është që ne besojmë në ringjalljen, por besojmë edhe në bashkimin e trupit me shpirtin, përsëri dhe në përjetësi. Por Zoti Madhërisëm na mëson që jo me këtë gjuhë të urrëties që na adresohen ne, pra pala tjetër, qofshin ata ateistët apo disa të krishterë, në surën El Maide, ajeti 2, thot Allahu Madhërisëm, dhe mos t'ju shty urrëtia ndaj tyre njerëzve që ju penguan nga xhamia e shenjtë, ose nga çdo simboli i Islamit, dhe të silleni në mënyrë të padrejtë kundër tyre. Ndihmoni njëri tjetrin në të mira dhe devotshmëri, dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në gjunahe dhe në armiqësi. Kijeni frikë Allahun, sepse Allahu është ndëshkues i rrept. Pra këtu shikojmë prapë çka? Devotshmërinë dhe ndihmën punë të mira të bën të jesh i devotshëm, sepse i bën mirë vetes, familjes dhe njerëzve në përgjithësi. Pra ne nuk kemi këtë lloj urrëtie, pse agjerojnë kështu këta. Edhe kur e kanë pra pjesën e pashkve, hajde tani t'i sulmojmë. Nuk bëhet kështu. Pra dhe ne kemi agjerimin, këta na sillin surpriza armiqësore dhe na diketojnë. Pra Allahu i Madhërisëm në këtë rast na tregon edhe urrëtien që kanë pra disa njerëz, jo me i përfshit gjithë, por dhe se Islami do të triumfojë. Dhe thot Allahu i Madhërisëm surën Teuba, ajeti 32 dhe 33. Ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por Allahu veç se do ta përkryejë dritën e tij, edhe pse jo besimtarët e urrejnë këtë gjë. Pra nuk na intereson ne, le ta urrejnë, Allahu do ta përsos, do ta përkryejë. Ajeti në vazhdim, është ai që dërgoi të dërguarin e tij alayhis salam me udhëzim të qartë, edhe me fe të vërtet, për ta lartësuar atë pra fen mbi të gjitha fet, edhe pse këtë gjë e urrejnë idhujtarët. Pra këtu shikojmë premtim nga Zoti i botrave që kjo fe do të triumfojë, sepse është udhëzim, është dritë, është jetë, pra e cila e ngjall shpirtin e njeriu. Edhe pse urrejnë besimtarët, kjo fe do të triumfojë me lejen e të Madhit Zot. Pra shikojmë që Allahu i Madhërisëm pra na ka mësuar dhe na ka edukuar me këtë fe të bukur për me e praktikuar ashtu siç duhet. Prandaj, por me u dhënë një shpjegim apo një mësim atyre të cilëve në parajgjykojmë që ne nuk i thrasim pra njerëzit, apo nuk e duam farefisin, përkundrazi, kanë harruar sepse Islami, mbasi mbaron pra Ramazani, është dita e gostis, dita në të cilën shkon tek të afërmit, pra nëse i ka prindrit dhe është i ndarë dhe është familjar, shkon tek xhaxhai, tek daja, tek hallat, tek tezët, tek kushërinjt, tek ata që i ka të afërt, ose tek një shok pune, tek një koleg, pra tek dikush që i ka bërë mirë dhe ja kthen pra po ashtu më të mirë ose edhe më të mirë sipas mundësive. Por edhe brenda 29 apo 30 ditësh të Ramazanit, ne përsëri i thrasim njerëzit tan. Dhe ku qëndron e keqja nëse njeriu shkon në një restorant apo në një hotel? Përkundrazi, kjo dëshmon që ne e duam vendin ton. Pra dhe çka mbledhim dhe grumbullojmë përsëri në vendin ton i shpenzojmë. Dhe normal shkon të vëshaja pra tek shteti jon. Kështu që ne në të vërtetë rrim pa ngrënë gjatë atyre orëve, por dhe ato që ham përsëri kemi pra siç i fitojmë halal, përsëri i dorëzojmë halallak. Dhe nga momenti që njeriu e fiton pasurinë me halallak dhe e shpenzon në halallak, është e drejta e tij ta shpenzojë ku të dëshirojë ai. Edhe nëse këta e urrejnë pra kushdo qofshin ata. Kështu që ne jemi të lumtur, jemi krenar me këtë fe, falenderojmë Allahun e Madhërisëm dhe lutim Zotin që edhe të tjerë
t'i bashkangjiten kësaj feje dhe ta shijojnë ëmbëlsinë e agjerimit, të zakatit, të namazit dhe në përgjithësi të gjithë fesë. Ky është një shpjegim i përmbledhur, Zoti ju rrit gjithëve dhe t'jeni mos ju çel që mos i paragjykoni njerëzit. Asalamu alaikum.